Shikues të Alert, mirëmbrëma, përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Do të flasim edhe sot në këtë puntat të radhës, siç do të premte në orën 21, për çështje konsumatori, por jo diçka specifike për problematika të ndryshme. Me 4 nëntor, Komisioni Evropian ka publikuar raportin e progresit për Shqipërinë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim. Jo për 33 kapitujt, po për 4 kapituj që lidhen direkt me mbrojtjen e konsumatorit apo të drejten e konsumatorit. Do të flasim për kapitullin 28, mbrojtja e konsumatorit dhe shëndeti publik, për kapitullin 12, siguria ushqimore dhe veterinaria, kapitullin 11, bujqësia dhe zhvillimi rural, si dhe kapitullin 1, lëvizja e lirë e mallrave. Për gjitha këto gjetje të raportit do të diskutojmë sot me një grup në fakt që i njeh si pak kush këtë çështje. Kam nderin të kem në studio zotin Laszlo Arendas, është menaxher i projektit, i programit për bujqësi dhe zhvillim rural pra delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Mirë se vini në Alert. Thank you. Është kënaqësi. Zonja Klotilda Neziri është përgjegjëse e sektorit për mbrojtjen e konsumatorit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kënaqësi që u kam në studio. Edhe për mua. Zoti Gledis Gjipali është drejtor ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Gledis, mirë se erdhe. Faleminderit. Dhe zonja Alma Lahe është menaxhere projekti Plan Together for Life. Nësi. Një organizatë që e njeh mirë sistemin shëndetësor dhe problematikat në Shqipëri të këtij. Në fakt, kam shumë për të diskutuar, shumë gjetje nga pjesa e raportit për kapitujt, por po e nis me zotin Arendas në lidhje me rekomandimet e përviqme të raportit përse nuk zbatohen në gjykimin tuaj. Në gjithë kapitujt, unë gjithmonë për 12 dhe 11, sepse në gjithë kapitujt ka gjetje pra që, ose detyra që nuk zbatohen vit pas viti në progres raporte dhe që lihen të njëjtat detyra për institucionet publike. Në këtë rast për kapitujt 12 dhe 11. Yes, so hello everybody. Përshëndetje të gjithëve. Mekanizmi i raportimit për vendin është një mekanizëm vjetor ku vlerësojmë zhvillimet vjetore të progresit të bërë për parafrimin me akin e BE-s. Siç e thatë për kapitull 11-12 për të dy, kemi vlerësuar situatën aktuale dhe progresin e kufizuar për vitin e kaluar. Dhe rekomandimet nuk kanë ndryshuar krahasuar me vitin e kaluar. Në gjykimin tuaj pse? Duke qenë se këta kapituj janë nga më komplekset nga të gjithë kapitujt e negocimit, një sasi e madhe akis lidhet me këta kapituj. Kapitulli 11 dhe 11-12 së bashku me politikat mjedisore i japin më shumë se 60-70% të gjithë akis. Prandaj këta kapituj janë shumë kompleks, prandaj ata kërkojnë shumë burime, shumë kapacitete dhe shumë energji për të investuar. Progresi është gjithmonë jo i lehtë për të arritur. Punët janë në vazhdim, pra vazhdojnë, por piketat dhe ecuria që ne po ndjekim nuk janë arritur dhe nevojiten më shumë përpjekje në të ardhmen për të mbushur afatet që qeveria juaj ka parashikuar për të mbyllur dhe për të arritur parafrimin dhe mbylljen e këtyre kapitujt 27. Do kthehem sërish tek ju. Zoti Gjipali, një pasqyrë të përgjithshme dhe pastaj po ndalim në detaje edhe në kapitujt të tjerë. Një pasqyrë të përgjithshme të raportit të Komisionit Evropian, por për këta kapituj që po flasim. Dhe thosha në përgjithësi, vlerësimi i raportit ishte një raport pozitiv për Shqipërinë dhe kjo pritej për faktin që gjatë këtij viti, gjatë kësaj periudhe Shqipëria ka hapur negociatat për të gjithë klasterat, pra dhe i bujqësisë që në fakt mbas publikimit raportit, por brenda kësaj periudhe pothuajse një vjeçare. Por ndërkohë do të theksoja faktin që tek pjesa e rekomandimeve, çështjeve që duhen adresuar,
Raporti është konkret dhe ka një vendos një barë të madhe, do të thosha, për institucionet shqiptare gjatë 12 muajve të ardhshëm. Nëse do të mbahet ritmi dhe jo vetëm të mbahet, por dhe të rritet ritmi i reformave, për të arritur atë synim, atë objektiv të institucioneve shqiptare për mbylljen e procesit negociatave deri në fund 2027-ës, kemi përpara një punë shumë të madhe për të bërë. Duhet të shpjegojmë fakt që hapja e negociatave sigurisht që reflekton arritje të administratës e institucioneve shqiptare, por këto arritje nuk kanë ardhur gjatë këtij viti, se flitet shpesh i rekord i hapjes së negociatave brenda një viti, por është frut i punës disa vjeçare të bërë gjatë kësaj periudhe, pra nga gjithë institucionet, duke përfshirë dhe pjesën që procesi ka qenë i bllokuar për një periudhë për shkak të vetos apo për shkak të hapave më të ngadalt të ndërmarrë në përgjithësi gjatë procesit, dhe kjo është reflektuar tashmë me ndryshimin e situatës, me një ecje të shpejtë apo do thosha dhe rikuperim të vonesave të krijuara në vite, duke hapur të gjithë kapitujt për Shqipërinë. Por puna kryesore nis me hapjen e këtyre kapitujve dhe puna që do të bëjmë gjatë 2 viteve të ardhshme. Do thosha ky vit, pra nisur nga nëntori deri në tetorin e ardhshëm që do të vlerësohet Shqipëria përsëri në raport, është viti më i rëndësishëm, do thosha, për të parë nëse ne e kemi atë shpejtësi dhe cilësi për të mbyllur negociatat në fund të 2027-ës apo jo. Dhe raporti e shpreh qartë me pikat, çështjet që do duhet të realizohen gjatë vitit të ardhshëm, sidomos në fushat ku vlerësimet kanë qenë që progresi kufizuar apo jo progres gjatë këtij viti të kaluar. Për gjithë ata që nuk e dim, ndoshta nuk e kuptojnë ose se kanë kapur emisionin nga fillimi ose nuk e kanë parë raportin e progresit të Komisionit Evropian, shkurtimisht çfarë parashikojnë, çfarë pasqyrojnë kapitujt 11 dhe 12 atë që diskutuam me zotin Arendas pak më parë. Shqipëria ka një nivel të përcaktuar, kapitullin 11 bujqësia dhe zhvillimi rural, përgatitjen bujqësi dhe zhvillim rural, pati progres të kufizuar në ndërtimin e kapaciteteve administrative dhe në harmonizimin legislativ, Rekomandimet e vitit të ardhshëm, njëjtat me ato, pra të lëna detyra nga viti kaluar, të siguroj kushtet për caktimin e detyrave të zbatimit buxhetit në kuadër të programit i parë 3, të përmbushen në përputhje me parimet e menaxhimit shëndosh financiar, të siguroj Shqipëria institucionet tona, pra që ekziston kapaciteti administrativ dhe mbështetja teknike e nevojshme për të ngritur rrjetin e dhënave të qëndrueshmërisë së fermave, të përfundoj harmonizimi legislativ me akis të Bashkimit Evropian, veçanërisht në politiken e cilësisë. Në sistemin e identifikimit të parcelave tokës, pra i cili duhet ngrihet, nuk u bë asnjë përparim në lidhje me futjen e kërkesave të kushtëzimit për pagesat direkte. Nuk u bë asnjë përparim në parafrimin e legjislacionit mbi politikën e cilësisë me akis BE gjatë periudhës së raportimit, është kapitulli 11. Në kapitullin 12 do ndalem pak më vonë sepse është më i gjatë në fakt dhe dua t'ja kaloj fjalën 2 zonjave. Zonja Neziri, kapitulli 28 mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit. Përgatitjet janë fazë të hershme në fushën e mbrojtjes konsumatorit dhe shëndetit pra publik. Nuk ka pasur përparim në parafrimin me akis të BE-s në këtë fushë. Unë do doja t'i komentonim, janë ndër emisionet që s'ka pasur nevojë të shkruaj një skalet pyetjesh sepse do doja t'i komentonim pik për pik. Unë këtu dua të ndalem pak në këtë çështje sepse dua të ndaj pak kapitullin 28 nga fusha e përgjegjësisë Ministrisë së Ekonomisë dhe fusha e përgjegjësisë Ministrisë së Bujqësisë. Ndoshta unë nuk jam personi i duhur që mund të flas teknikisht në lidhje me sigurisht që të shkosh drejt Europës, gjëja kryesore është që duhet të transpozosh legjislacionin, pa diskutim. Ne na del detyrë që duhet të transpozojmë
tashmë kemi marrë angazhimet e transpozimit të akis, që deri në vitin 2027 administrata publike duhet të përmbushi të paktën direktiva dhe rregulloret që tashmë kanë hyrë në fuqi nga Komisioni Evropian. Kjo është arsyeja pse ata vazhdojnë edhe i qëndrojnë çështjes që duhet të transpozohen direktivat, rregulloret. Kjo ndodhet edhe te kapitulli 1, kjo ka ndodhur edhe te kapitulli 28, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse kemi të bëjmë me kapitulli 1, një kapitull shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me sigurinë e produktit, dhe sigurisht që kapitulli 28 që ka të bëjë me të drejtat edhe me siguri produktit deri diku. Qartë. Në një prej gjetjeve thuhet, në periudhën raportuese, organi i mbrojtjes konsumatorit apo Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit në këtë rast, pranë Ministrisë Ekonomisë dhe Inovacionit, ka marrë ankesa, megjithatë informacioni nuk është i disponueshëm se si KMK i trajtoi këto ankesa. Po. Është në përgjithësi njerëzit në administratës publike, të cilët raportojnë për progres raportin, paktën për kapitullin 28, shohim që komisioni në këtë pikë ka bërë një ndryshim të metodologjisë të vetë progresit. Në përgjithësi ne raportojmë 2 herë në vit. Raportojmë në komitet dhe në progres raport. Tek nën komitetet, në përgjithësi hymë shumë teknikisht, ku i tregojmë komisionit që dhe si janë trajtuar ankesat. Në progres raport, ishte në nivel politik dhe në përgjithësi kemi raportuar vetëm se sa ankesa. Shohim që me këtë progres, me sa shohim do të ketë një njësim, le të themi të raportimit në progres raport. Do të thotë që ne tashmë nuk do të raportojmë për ankesat dhe si i kemi zgjidhur, si janë zgjidhur nga kush ka vetëm në komitet, po të këtë gjë që bëjmë në komitetet, do ta bëjmë tashmë dhe në progres raport. Kjo është arsye, është për herë të parë si ndoshta rekomandimet e 28-të kanë ndryshuar, por kjo ka ndryshe nga vitet e kaluara, te 28-ta ka ndryshuar pak komentet e komisionit për 28-ën. Përgjithësi kapitulli 28, pjesa e Ministrisë së Ekonomisë nuk ka pas rekomandime këtë herë, ka patur ndryshime në rekomandime, dhe për herë të parë edhe ne kemi lexuar këtë dhe kemi kuptuar që ka ndryshuar pak edhe metodologjia se si ne duhet të raportojmë midis nën komiteteve dhe progres raportit. Dhe fundit para se të kaloj tek zonja Lahe, nuk ka pasur zhvillim mbi zbatimin e dëmshpërblimit dhe lidhur me sigurinë e produkteve, Shqipëria ende nuk është parafruar me AKIS-BE-s mbi sigurimin e përgjithshëm të produkteve. Ashtu si e tha dhe Gledisi, ky progres është shumë i drejt për drejt dhe shumë konkret. Do shta nga që pritshmëria është më e madhe ndaj Sepse pritshmëria është më e madhe. Këtu na shtyn komisioni për të thënë që shiko, duhet të kemi vendime rreth dëshpërblimit, trajtimit të ankesave dhe dëshpërblimit të konsumatorëve. Ata duan të shohin se si ky organ është zbatues dhe duhet kuptojmë që dëshpërblimi është një pikë nxehtë dhe e fortë në zbatimin e legjislacionit, por në të njëjtën kohë ata kanë disa rreth, le të themi, 1 vit që kërkojnë transpozimin e rregullores së re të sigurisë së produkteve, sigurisë së përgjithshme të produkteve. Ne aktualisht kemi në fuqi rregulloren e vjetër dhe ata janë duke ushtruar pak presion në lidhje me këtë rregulloren e re, që ne duhet ta transpozojmë sa më shpejt jetë e mundur. Qartë. Zonja Lahe, në kapitullin 28, pjesa e shëndetit publik zë shumë rreshta, ose edhe faqe. Në fakt, vitet e kaluara kanë qenë më shumë faqe se sa në këtë raport. Ndërkohë, pjesa e konsumatorit, pra mbrojtjes konsumatorit, mirëfill që lidhet me zonën e Neziri, është diçka më shkurt në tekst. Gjetjet e këtij raporti si janë krahasuar me vitet tjera? Në radhë parë duhet të them që ne jemi një proces jo vetëm të parafrimit të legjislacionit, por ka ardhur koha që Shqipëria të raportojë edhe se si zbatohet ky legjislacion, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që bie në sy direkt në raport, duhet të them që në fillim njerë që si mjedisi edhe mbrojtja konsumatorit futet tek shëndeti publik. Pra ndikojnë, janë element që... One Health, që përbën One Health. Absolutisht. Megjithatë, një nga gjetjet kryesore të raportit ka të bëjë me buxhetimin e sektorit të shëndetësisë. TFL-ja prej vitesh prodhon raporte monitorimit të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ka ngritur shqetësimi që nga 2021 shih këtej për nivelin e ulët të buxhetimit të sektorit. Dhe ky është një nivel i ulët i cili
bazuar në raportin ton të vitit 2024, por edhe në gjetjet e raportit të Bashkimit Evropian, të raport progresit, evidentohet që shpenzimet publike për shëndetësi në Shqipëri përbënin 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2024, ndërsa shpenzimet e përgjithshme të qeverisë për shëndetësinë mbeten në 10%, janë 9.6% në fakt përqind të shpenzimeve në vitin 2024. Kjo ka qenë një ecuri e përhershme në 5 vitet e fundit. Madje shpenzimet për këtë sektor në vitin 2024 kanë qenë më të ultat duke filluar që nga viti 2017. Kjo do të thotë që sektori i shëndetësisë nuk është në prioritetet e qeverisë, dhe kjo është një problem shumë i madh. Përpos kësaj, vetë për herë të parë në fakt në këtë raport evidentohet që element shumë i rëndësishëm edhe sistemi parsor, i cili është i nënbuxhetuar, sigurisht është niveli në të cilin të gjithë përballemi. Pra, është porta e parë për çdo qytetar të Shqipërisë, kur përballet me sistemin shëndetësor, përballet me portën e parë, pra me sistemin parsor. Buxheti në këtë sektor ka ardhur në ulje, ka qenë 11.4% në vitin 2020 dhe ka ardhur në ulje deri në 9.6% në vitin 2024. Dhe kjo ulje e përqindjes, jo vetëm në buxhetin e planifikuar të ministrisë, por edhe në uljen që ka ndodhur gjatë vitit, pra rishikimi i buxhetit për sektorin e shëndetësisë, këtë sektor e ka goditur. Pra, ka pasur ulje për te asaj që është parashikuar në fillim të vitit. Dhe këto ulje kanë qenë të pa justifikuara, të pa analizuara. Sigurisht në raport progres evidentohet vetëm si problem, por nuk analizohet, pra i lihet qeverisë shqiptare, edhe rekomandimi që të rishikoj rritjen e buxhetit për sektorin e shëndetësisë, veçanërisht, përmendet veçanërisht për sistemin parsor. Dhe kjo i ngelet një detyrë institucioneve, sigurisht TFL-ja do ta monitorojë ashtu siç e monitoron dhe do kërkoj nga institucionet të përgjigjen rreth. Ajo çfarë më shqetëson në çdo raport për kapitullin 28 të pjesa e shëndetit publik është që një shifër që po e lexoj, pastaj e diskutojmë. Shqipëria ka normën më të lartë të shpenzimeve nga xhepi për kujdesin shëndetësor në Evropë, ku qytetarët paguajnë në këtë rast 59.7% të kostave totale shëndetësore. Po, niveli i shpenzimeve nga xhepi është shumë i lartë dhe kjo reflekton jo vetëm nivelin e ulët të buxhetimit të sektorit, sepse atë që nuk e mbulon buxheti i shtetit, do ta mbulojmë ne nga xhepi jon për të marrë shërbimin. Por gjithashtu edhe niveli i lartë i korrupsionit. Përsëri edhe për këtë vetë ky raport i referohet dhe thotë është një sektor i prekur nga korrupsioni, por ende nuk është i identifikuar specifikisht nga institucionet publike. Ne kemi prodhuar disa raporte, dhe ne në raportin kemi bërë një monitorim të tenderave të zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2024, në të cilën rezulton që ka pasur probleme të mëdha me operatorët fitues. Kanë qenë rreth 10 operator fitues të gjitha tendera ose tenderave më të mëdha të Ministrisë së Shëndetësisë, ku futen edhe ato për barnat edhe për pajisjet. Ka qenë vetëm 2% nën nivelin e buxhetit të planifikuar, pra tenderat e shpallur fitues kanë qenë vetëm 2% më të ulët niveli tyre nga buxheti maksimal. Dhe kjo ka ardhur me përkeqësim nga viti 2014 dhe deri më sot. Dhe kjo është në fakt një alarm për të rishikuar komplet strukturën e menaxhimit të fondeve publike në sektorin e shëndetësisë. Në fakt, unë jam në emisione të tilla, do doja të isha i pyetur, jo të bëja pyetje. Kur ka problematika të tilla, ju përmendet pjesën e vëmendjes së shtetit tek shëndetësia. Në këtë program unë nuk kam dashur të kem institucione publike, përveç Ministrisë së Shëndetësisë, të cilën e kanë ftuar. Pra nuk kanë ftuar as Ministri Bujqësie, as Ministri Ekonomie, përveç Klodit si Komision dhe Mbrojtje Konsumatorit në veçanti, dhe as institucione tjera publike, por Ministrinë e Shëndetësisë e ftova dhe nuk janë sërish. Nuk kanë ardhur në asnjë emision që ka lidhje me shëndetësinë, dhe aq më pak kur bëj fjalë për gjetjet e raportit të Komisionit Evropian. Zoti Arendas, kapitulli 12 ka një pafundësi gjetjesh që unë e kam nënvizuar me nuk ose duhet. Pra janë të gjitha, nuk është bërë, apo duhet bërë.
Një ndër problematikat kryesore është çështja që vije të re, vije theksi në çdo raport është çështja e laboratorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilët kanë një problematik të theksuar në vazhdimsinë e tyre, por ndërkohë Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian ka dhënë miliona euro fonde për ata laboratorë, si një hallkë e rëndësishme e sigurisë ushqimore, ndër më të rëndësishmet. AKU nuk ka kapacitete për pjesën e laboratorëve, qoftë infrastruktura e tyre, qoftë njerëzore. A mos duhet parë, plus kësaj ka pasur një projekt tjetër të fundit të Bashkimit Evropian me vlerë 5 milion euro, Food Safety, që udhëhiqej nga Autoriteti Evropian i Irlandës, i sigurisë ushqimore të Irlandës, dhe që nuk ka vazhdimsi, pra jo se nuk ka projekti, por çështja është se nuk i merr kush seriozisht, dhe kur ikën mbaron projekti, institucionet publike stopojnë aty me ato çfarë ku përfshihen dhe vazhdojnë rutinën e tyre. A mos ka ardhur koha që edhe delegacioni i BE-s apo Komisioni Evropian të ketë një farë kërkesë llogarie mbi institucionet shqiptare për parat të paktën që jepen konkretisht nga taksapaguesit evropian për ngritjen e kapaciteteve apo të laboratorëve? Nëse përmendni laboratorit, është laboratori është vetëm një çështje dhe i takon infrastrukturës së rëndësishme të kapitullit 12, ajo që duhet ngritur pra, por aktualisht negociatat me BE-n, pra pozicioni negociues i Shqipërisë me BE-n për kapitullin e 12, dihet dhe kemi ngritur piketat mbyllëse për këtë kapitull. Janë 6 prej tyre dhe janë të lidhura me ngritjen e një infrastrukture të kënaqshme dhe kapacitetet të duhura administrative, dhe me progresin e dukshëm për një sistem të qëndrueshëm për kontrollet. Këto janë të ndërlidhura dhe nuk dua të them vetëm 2 gjëra, por fondet IPA, me fondet tona IPA ne mbështesim gjithmonë qeverinë që të përmbush këto kushte dhe vazhdojmë me këtë në të shkuarën. Kemi pasur projekte për sigurinë ushqimore dhe nga fillimi i vitit tjetër do të vazhdojmë me programin me 12.6 milion euro për sigurinë ushqimore. Do të ndihmojmë qeverinë për ta përmbushur këtë kriter, por siç e thash, duhet të jetë një punë e përbashkët dhe përveç qeverisë kapacitetet financiare dhe njerëzore duhet të financohen. Në lidhje me kapitullin 11, ku është edhe fusha juaj specifike pranë delegacionit, pati parafrim të kufizuar në ndërtimin e kapaciteteve. A duhet të ecim më shpejt në këtë pjesë, Shqipëria pra? Çfarë duhet bëjë ndryshe? Si që thash, për të dy këtë kapituj, ne theksojmë gjithmonë që procedurat që kërkohen që të përmbushen këtu, janë shumë kërkuese për nga koha dhe për nga financimi. Kapitulli 11 po ashtu është e vërtet se për përmbushjen e piketave përmbyllëse Shqipëria ka sisteme të ndryshme për kontrollin që lejojnë kontrollet në të ardhmen për pagesat në kuadrin e politikës përbashkët të bujqësore. Këto sisteme janë shumë komplekse, gjithë sistemi quhet sistem i integruar administrativ dhe ka shumë module dhe nuk do të shkoj në detaje, por Shqipëria duhet filloj me një herë me ngritjen e këtij, sepse ka nevojë për shumë kohë, përpjekje dhe para për të ngritur ky sistem, dhe është kryesisht bëhet fjalë për sisteme IT-e pra, të teknologjisë informacionit, dhe është sistemi i komplikuar pra. Në gjykimin tim personal, dhe kjo është shumë personale, raporti i si vjetëm i Komisionit Evropian për kapitull që po flasim,
dhe veçanërisht për 12 është shumë i moderuar në si është realiteti aktual në Shqipëri. Do shkojmë një hapësirë shkutër publicitare e kthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për raportin e progresit Komisionit Evropian për Shqipërinë dhe veçanërisht për 4 kapitujt që lidhen me konsumatorë, 28, 12, 11 dhe 1. Shkova në zbritje si numër rendor. Zoti Gjipali, një ndër komponentet e gjithë punës që duhet bëjë Shqipëria ose edhe që bëhet në raport me integrimin janë tryezat për platformën e partneritetit për integrimin evropian, të cilat për kapitullin 28 në raport me mbrojtjen e konsumatorit për hir të vërtetës kanë funksionuar. Ndërkohë, unë nuk e di çfarë ndodh, realisht nuk e di çfarë ndodh për pjesën e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ka kurrë info ose të paktën nuk njoftohemi o nuk ftohemi, ndërsa Ministria e Bujqësisë për kapitujt 11, 12 dhe 13 i mbledh shumë rrallë, thuajse një herë në vit dhe kur shkojmë aty janë marrë 2-3 gjëra, kanë marruar dhe i diskutojnë e ikin. Sa të rëndësishme janë këto tryeza? E po e lidh me kapitujt, është vërtet një element shumë i rëndësishëm i procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, çështja e konsultimit të grupeve të interesit. Po të shohim intensitetin e procesit që ka ardhur duke rritur kohët e fundit, tregon që ka nevojë për shumë më tepër tryeza, jo për të ulur ritmin e tyre, por shumë më tepër sepse kanë 2 funksione shumë të rëndësishme. E para informimi, që grupet e interesit informohen se çfarë do të ndodhi, si do i preki bizneset, si do preki konsumatorët, si do preki institucionet dhe nivel lokal që janë përgjegjëse për zbatimin dhe kontrollin e legjislacionit, e zbatimit legjislacionit. Dhe e dyta, sigurisht pastaj konsultimi në kuptimin e sjelljes problematikave nga tereni tek grupi negociator, tek institucionet që po ndërmarrin hapat ligjor për të bërë në mënyrë të përshkallëzuar aty ku ka probleme apo mangësi në zbatimin e legjislacionit, apo për të mbrojtur aty ku duhet produktet, shërbimet, bizneset shqiptare. Pra, është një proces shumë i rëndësishëm, fakti që procesi negociatave po bëhet dhe do të bëhet në mënyrë të shpejtë, e rrit akoma më tepër rëndësinë e konsultimit me grupet e interesit dhe informimit. Mendoj që do duhet patjetër të ketë një përqasje ndryshe në 2 vitet e ardhshme, jo vetëm 2 vitet, por 2 vitet janë shumë të rëndësishme sepse një pjesë e mirë e ligjeve dhe akteve nënligjore po draftohen, po bëhen në këtë periudhë. Vetëm një vlerësim i përgjithshëm nga Kuvendi i Shqipërisë ishte që janë diku tek 500 ligje që do të miratohen në një periudhë 2 vjeçare. Pra mendoni sa periudhë intensive, sa projekt ligje në javë, nuk po flas për aktet nënligjore që në disa raste kanë po të njëjtën rëndësi sepse bëjnë zbatimin e legjislacionit, sidomos kur bëhet fjalë për legjislacionin i cili parafron direktiva, pra që ndjek atë frymën e direktivës, pra për të krijuar një kuadër ligjor i cili plotësohet me akte nënligjore. Pra, i gjithë ky proces është shumë i rëndësishëm për të informuar dhe për të marrë informacionin që vjen nga grupet që preken drejt për drejt në proces. Duhet thënë, e kemi thënë dhe në tryeza tjera, që ky procesi antarësimit në Bashkimin Evropian ka dhe grupe që do të humbasin, sidomos në periudhën afatshkurtër nga ky proces. Dhe ne duhet jemi gati për të informuar, për të mbështetur që këto kosto, këto humbje të jenë sa më të vogla, apo dhe për të rishikuar mundësit për të kontribuar në sektor tjerë, pra për biznesi për të ndryshuar, rimodeluar biznesin e tyre. Grupet e tjera të interesit që preken për të qenë më të qarta se çfarë pritet si mund të mbrohen nga
këto ndryshime dhe në një kohë si mund të përfitojnë nga mundësitë që ofrojnë, sepse dhe mundësitë janë gjithashtu të shumta. Pra, është një proces shumë dinamik dhe do të thosha për fat keq, paktën vitin e fundit të dinamizën procesit nuk e kemi parë tek pjesa e konsultimit publik në aspektin apo në fushën ekzekutivit. Ndërkohë që parlamenti do të thosha ka marrë disa hapa pozitiv me platformën e konsultimit online që është krijuar, ku do të kaloj çdo projekt ligj dhe ky është ndodh për herë të parë në Parlamentin e Shqipërisë, më përpara ka qenë kufizuar vetëm me kërkesë të komisioneve publikimi dhe hapja për konsultim. Tashmë çdo akt ligjor kalon për konsultim. Por do duhet kemi shfrytëzim të mirë sigurisht të këtij instrumenti, sepse me këtë shpejtësi që do kalojnë ligjet, është e vështirë që të kemi një angazhim të plot dhe pjesa online patjetër e lehtëson procesin, por nuk e zvendçon takimin ballë për ballë, diskutimin, përplasjen e opinioneve, cilat janë domosdoshme për të pas legjislacion të mirë dhe lehtë të zbatueshëm më pas. Zonja Lahe e përmenda pak pjesën e tryezave. Në lidhje me shëndetin publik, si funksionojnë? Apo funksionojnë konkretisht? Çfarë bën Ministria e Shëndetësisë në dijenin tuaj? Unë do të doja që të ishte në fakt përfaqësuesi i Ministrisë së Shëndetësisë. Fatkeqësisht janë realisht janë ftuar zyrtarisht. Together for Life është një organizatë e spikatur në sektorin e shëndetësisë në Shqipëri prej 15 vjetësh. Sepse e di që e njeh. Prej 15 vjetësh dhe nuk ka qenë asnjë nga tryezat e konsultimit për sa i përket procesit të integrimit. Madje ne kemi vërejtur një problematik dhe kemi ngritur zërin në fakt edhe në tryezat e konsultimit të buxhetit. Jemi vënë para faktit edhe këtë vit, çdo vit po edhe këtë vit, që jemi ftuar në një tryezë pa pasur asnjë dokument përpara. Ministria ka prezantuar çfarë ka dashur të prezantojë dhe ti shkoni pa përgatitur, ti nuk mund të japësh as kontribut. Ne le të themi për ta shmangur, po për të qenë një hap, pra ne analizojmë vetë raport progresin e Bashkimit Evropian dhe me njerë pas daljes së këtij raporti ne kemi bërë një press release që kemi shpërndar në të gjithë aktorët, vendas dhe të huaj në Shqipëri, që kemi bërë një analizë gjetjeve të raportit dhe rekomandimeve, duke i bashkangjitur edhe faktet e sjella nga raportet e prodhuara prej të FL-s. Do të përmendja këtu sepse në fakt për herë të parë raporti përmend edhe shërbime të cilat janë në mungesë në Shqipëri, shërbime të munguara. Dhe i referohet shëndetit mendor. Për sa i përket shëndetit mendor, është në fuqi plani veprimit për shëndetin mendor 2023-2026, Shqipëria duhet të zgjerojë gamën e shërbimeve komunitare për shëndetin mendor. Ne kemi theksuar në 3 raportet e fundit problemin e ngritjes së shërbimeve për shëndetin mendor. Ministria ende ka probleme me buxhetimin, por edhe me transparencën dhe llogaridhënien. Pra, pak edhe në raportet e saj të monitorimit të buxhetit nuk ka një analizë pse është ky buxhet i deleguar për këtë shërbim, a i vjen në ndihmë nevojave të komunitetit ose sa është numri atyre që duhet përfitojnë. Madje ndodh edhe një çudi në të tëra në hartimin e buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë, që le të themi kur bëhet kostoja për shërbimin e ofruar në spitalet psikiatrike në Shqipëri, kostoja për njësi në fillim të vitit është, le të themi, shumë herë më ndryshe nga ajo që është tek buxheti faktik në fund, pa pasur asnjë analizë. Nëse kjo kosto është më e lartë në fund, do të thotë që është rritur shërbimi, pra kanë marrë shërbim më të mirë pacientët që kanë marrë shërbim. Kryesisht ka qenë shërbime në fakt që kanë ardhur kostoja ka ardhur në ulje, madje edhe gjysmë për gjysmë kostoja për shërbimin e një pacienti. Ndërkohë që Ministria nuk ka bërë asnjë analizë. Pra ka një mënyrë të vetëm të planifikuarit të buxhetit me një analizë jo konkrete, jo e bazuar në analiza kostos, pra nuk është kostifikimi i shërbimeve. Gjithashtu ndodh një problem sidomos tek shërbimi parësor, ku futja e shërbimeve të reja shëndetësore nuk pavarësisht se proklamohet nga Ministria me fushata, nuk
bashkangjitet edhe një buxhet i dedikuar. Është shërbimi në banesë, që ka 2 vjet që është tek shërbimi parësor, ndërkohë që buxheti për këtë shërbim është 0. Pra ministria nuk e ka buxhetuar ende. Na than këtë vit që po kostohet, ndërkohë që do të thotë që shërbimi nuk afrohet me cilësinë e duhur dhe rrezikon që ky shërbim edhe mos të ofrohet nesër pas nesër. Dhe ata që pësojnë në fund të ditës, mungesën e buxhetit dhe të shërbimeve cilësore janë grupet vulnerabël. Pra, këtu është dhe ai problemi që rriten pagesat nga xhepi, aksesi në shërbime është i ulët, pra kjo duhet menjëherë të adresohet nga institucionet. Zëra Neziri, në lidhje me tryezat, nuk dua ndalemi sepse në fakt prosperitetin dhe njëshin në pjesën e Ministrisë së Ekonomisë mund Ne i mbledhim gjithmonë. Mund të përgjojë dhe Gledis, po unë gjykoj që kanë funksionuar dhe janë mbledhur shpesh me grupe interesi dhe gjitha ato që përmendi edhe zoti Gjipali. Por një prej kapitujve që është njëshi dhe që lidhet automatikisht me mbrojtjen e konsumatorit, lëvizja e lirë e mallrave, në të konstatohen problematika ende nga raporti Komisionit Evropian. Detyrat e para, që nuk realizohen vit pas viti, pra parafrimi i legjislacionit me AKIS, infrastruktura e cilësisë, akreditimi dhe vlerësimi i konformitetit dhe mbikëqyrjes tregut, forcimi i ndjeshëm i kapaciteteve zbatuese të inspektoratit mbikëqyrjes tregut. Kapitulli 1, le të themi, është zemra e tregut të përbashkët evropian për produktet jo ushqimore. Gjithmonë kapitulli 1 do ketë vëmendjen maksimale të Komisionit. Do të thotë që janë produktet ushqimore për tregun e përbashkët dhe kapitulli 1. Gjithmonë Komisioni ndër vite ka theksuar çështjen e hartimit të legjislacionit. Pse? Sepse këtu është gama më e madhe e produkteve jo industriale, të cilat prodhohen dhe pastaj kalojnë në treg. Sigurisht që rekomandimi ka qenë i vazhdueshëm institucioneve të mbikëqyrjes të tregut, pa diskutim, sepse janë këto institucione të mbikëqyrjes të tregut. Këtu nuk po flasim vetëm për inspektoratin e mbikëqyrjes të tregut, këtu po flasim për të gjitha institucionet të cilat mbikëqyrin tregun, të cilat kontrollojnë gjithë zinxhirin e sigurisë së produktit. Kështu që pa diskutim që këto 2 element do të jenë në progres dhe Komisioni i mshohet shumë këtyre rekomandimeve. Për herë të parë, sepse raporti tek 28 ka patur një risi në rekomandime, ka bërë një përputhje të kapitullit 28 me kapitullin 1 për herë të parë. Pse? Sepse kapitulli 28 në vetvete nuk merret me sigurinë e produktit, nuk merret. E ka, por nuk e ka në qendër të vëmendjes vetë si kapitull, dhe Komisioni ka bërë një cross-cut me kapitullin 1. Do të thotë që të gjitha produktet, mbikëqyrjet e tregut, të cilat monitorojnë produkte për konsumatorët, tani duhet të raportojnë dhe te kapitulli 28 duke kompletuar në tërësi atë pak, le të themi, rekomandime që kemi ne për sigurinë e produkteve. E shpjegova dhe pak më përpara, kapitulli 28 ka vetëm produktet të cilat harton rregullore, të cilat nuk kanë një legjislacion specifik të grup produkteve, ndryshe nga njëshi. Dhe kjo mbyll të gjithë, le të themi, panoramën e sigurisë së produktit. Tashmë, mbikëqyrja e tregut të kapitullin 1 që ka raportuar vetëm te kapitulli 1, tani do filloj të raportojë edhe te kapitulli 28 për siguri produkti. Kështu që do vazhdojmë që kapitulli 1 të jetë gjithmonë në vëzhgimin e rrept të Komisionit Evropian. Me qenë se jeni në vëzhgimin e rrept, në bashkëpunim me Gledis kam një pyetje për ju. Në lidhje me pjesën e ankesave, sepse raporti ka mbledh fakte deri në fund të korrigut, mos gaboj, 2025. Tani nga ankesat që kanë ardhur nga qendra alert, nëpërmjet linjës për mbrojtjen e konsumatorit, është një projekt që financohet nga Bashkimi Evropian dhe do raportohen. Zbatohet në bashkëpunim me EMën. A ka pasur rritje të ankesave, sepse ne ato që nuk i zgjidhim ja delegojmë ju? Po patjetër që ka pasur rritje dhe tani me këtë metodologji që po ndjek vetë Komisioni edhe raportin, e do t'jemi tani dhe të themi të detyruar të raportojmë kush i ka sjell ankesat, nga kanë ardhur ankesat, sa janë zgjidh dhe si janë deleguar. Zotë Arendas, gjetjet për 11-12 janë nga më të ndryshmet në fakt dhe
ajo çfarë do doja të diskutojmë më është se siguria ushqimore, sa e rëndësishme është si vetë, domethënë si proces, jo thjesht për konsumatorin, por për integrimin e Shqipërisë, dhe përse po parafrojmë, transpozojmë AKIS të pjesëshëm, pra a do duhet që ato çfarë parafrohen të plota? Yes, I mean, as I told you, po, si që thash më përpara, kapitulli 12 është një nga kapitullet më kompleks dhe ka qenë një nga kapitullet e fundit gjatë proceseve të integrimit fundit që vendet ka mundur të mbyllin, sepse është shumë kërkues, shumë i vështirë. Por nuk është vetëm një harmonizim legislativ, por është edhe ndryshimi i mendësisë për zinxhirin ushqimor. I mean, to experience it as an sepse konsumatorët duhet ta përjetojnë jo si, pra përpunuesit e ushqimit duhet ta kuptojnë se ata po investojnë në harmonizimin me rregullat e BE-s në sigurinë ushqimore. Ata po investojnë për të ardhmen, po hapin tregje të reja për veten e tyre, me çmime më të reja dhe më të rritura dhe me mundësi më të mëdha të rritura për eksport. Dhe këtë duhet të theksojmë kur flasim për kapitullin 12. And as the consumer protection, yes? Raporti flet edhe për shërbimin këshillimor. Ne dëgjojmë her pas here situata, lajme, produkte bujësore apo blegtorale me probleme për konsumatorin, por sa i rëndësishëm është shërbimi këshillimor për gjithë fazat e ushqimit sigurt apo për gjithë shka tjetër? I mean, the chain of proper advisors and zinxhiri për shërbimin këshillimor në vend është një nga elementët kryesor të gjithë sistemit. Ne gjithmonë shpjegojmë se pa këshilltar aktiv në vend, i gjithë procesi do të bllokohet. Në kapitullin 11 dhe 12 ka shumë informacion se çfarë duhet të transferojmë tek fermerët, tek konsumatorët, tek popullata. Dhe në këtë pikë shërbimi këshillimor ka një rol thelbësor. Dhe ministria duhet të gjejë mënyrën e dur se si t'i lokalizojë, cilat zinxhir duhet të krijohen dhe si duhet të funksionojë komunikimi me fermerët, me përpunuesit ushqimor dhe si duhet të vazhdojë ky komunikim. Në një prej gjetjeve të raportit për kapitullin 12 thuhet që nuk u bë asnjë përparim në parafrimin e legjislacionit me politikën e cilësisë, pra me AKIS të Bashkimit Evropian gjatë periudhës raportuese. Ajo çfarë diskutuam edhe me zotin Gjipali për rëndësinë e mbledhjes tryezave, PPI-e, në gjykimin tuaj a janë të rëndësishme? Yes, as I thought, the whole accession process is not about the legal harmonization. Nuk është vetëm harmonizim ligjor, por përmban edhe ndryshim drejt sistemeve që janë të lidhura me rezultatet konkrete, me konsultimin e duhur për normat legislative, pra duhet ngrihen gjithë këto sisteme. Prandaj kjo duhet pjesë e procesit. Sa i takon politikave të cilësisë, këtu është përsëri interesi i fermerëve që të kenë mundësinë të regjistrojnë specialitetet lokale, marka të cilat nuk njihen në Shqipëri, të cilat mund të njihen në Shqipëri, por jo ende në Evropë, dhe mund të ndihmojnë ata që të gjejnë tregje të reja dhe mundësi të reja për eksport. Një prej gjetjeve të tjera të kapitullit 12 thotë duhen veprime shtesë, veçanërisht në lidhje me zbulimin dhe zhdukjen e dëmtuesve. Pra, kjo ka lidhje edhe me zhvillimin bujqësor, edhe me sigurinë ushqimore.
Shëndeti i kafshëve dhe i bimëve, pra legislacioni për të është miratuar në 2025, por duhet të zbatohet brenda 2 viteve. Pra, zbatimi është pak i vonuar me 2 vjet. Për këto aktet në ligjore të ndryshme dhe i gjithë sistemi duhet të ngrihet, sepse siç u tha më përpara, procesi legjislativ është njëra anë e monedhës, por duhet sigurohet edhe zbatimi i duhur dhe kontrolli i duhur. Prandaj kjo është ajo që siguron cilësinë e të gjithë sistemit. Zoti Gjibali, me qenë se besoj jemi duke shkuar drejt minutave të fundit të pjesës së dytë të programit. Pjesa e transpozimit, ky është gjykimi imi personal, ndoshta ne mund të transpozojmë jo në mënyrë për afër, po të plot dhe pastaj zbatimin mund bëhet ndërkohë me akte nënligjore, se besoj që e kemi më të lehtë të ndryshojmë një VKM apo urdhër ministri sesa një ligj nga e para. Si e gjykoni ju këto? Rregulloria 625 e KE-s për kontrollet zyrtare, për shembull, është transpozuar e pjesshme, po ashtu ka edhe akis tjetër që transpozohet në mënyrë të pjesshme. Po, dhe është një gjetje e raportit që saktësisht për kontrollet zyrtare nuk është harmonizuar me rregulloren e Bashkimit Evropian, patjetër që kërkon një harmonizim dhe një planifikim të mirë të gjithë hapave ligjor që duhen ndërmarrë. Në fakt, ka disa përpjekje, sipas informacionet që kam marrë, në lidhje edhe me planin kombëtar të integrimit për anëtarësimin e Bashkimit Evropian, i cili po përpiqet që të linjëzohet me programin e projektakteve, e cila ka qenë një problematik e vazhdueshme që nuk përputheshin dhe kjo bënte që planifikimi mos ishte i mirë dhe të kishim përplasje të iniciativave ligjore dhe një mungesë koordinimi, po themi, institucional. Në këtë aspekt kjo do ishte një hap pozitiv për shkak të intensitetit procesit që pritet. Dhe më pas fokusi do të duhet patjetër të jetë tek zbatimi i legjislacionit. Zgjidhjet ligjore, instrumentet ligjor janë të ndryshueshëm në varësi të rrethanave, të mënyrës të zgjedhur gjithmonë dhe vetë legjislacioni evropian e thekson që instrumenti ligjor i zgjedhur duhet jetë i përshtatshëm sa më në lidhje me zbatueshmërinë më të mirë të mundshme. Ky do të jetë dhe qëllimi kryesor i hartuesve të akteve ligjore apo nënligjore, pra synimi të jetë zbatimi sa më i mirë, sa më i lehtë, sa më i thjeshtë, sa më pak kosto i rregullave që transpozohen dhe jo në qëllim në vetvete që të kemi një rregullore, të kemi aktin ligjor apo një direktivë dhe një ligj, sepse nuk mjafton vetëm ana formale e hartimit të ligjeve apo nënligjore, nëse nuk kemi një zbatim të mirë të tyre. Ka shpesh një thënie që për mendimin tim është tërësisht e gabuar që Shqipëria ka ligje të mira, por zbatimi është problem. Nuk mund të kesh ligje të mira nëse nuk i zbaton ligjet, pra sepse as nuk e kupton e ke apo se ke të mirë nëse nuk e ke zbatuar ndonjëherë. Dhe prandaj do të them që ligji është aq i mirë sa zbatohet. Dhe mendoj që fokusi kryesor dhe vëmendja kryesore duhet të jetë pikërisht tek zbatimi i legjislacionit. Po të shohim, ne kemi vite që përafrojmë legjislacionin evropian dhe në sigurinë ushqimore dhe në 4 lirit, vazhdimisht ka hapa përpara. Ky proces nuk ka filluar sot apo dje, është proces që ka nisur që me marrëveshjen e stabilizim asociimit, që në 2006 kur hyri në fuqi pjesa tregtare, më pas 2009 pjesa e gjithë marrëveshja.
Por problematikat vazhdimisht kanë qëndruar tek zbatimi i legjislacionit, sepse është kushtuar më shumë vëmendje procesit formal të miratimit të ligjeve, që është gjëja më e lehtë, sesa tek pjesa e përgatitjes institucioneve, kapaciteteve administrative për zbatimin e këtij legjislacioni. Pra shpesh ne shohim që ecim më shumë me hapa më të shpejt tek legjislacioni, tek dhe në aspektin ndërkombëtar, pra antarësimi në konventa të ndryshme që bën Shqipëria, dhe më pas shifet si hapi dytë çështja e zbatimit dhe krijimit kapaciteteve, ndërkohë që kjo praktik nuk rezulton e suksesshme, sepse shohim në disa fusha dhe sipas raportit vjetor të Komisionit Evropian që nuk ka progres, pavarësisht progresit legjislativ nëse mund ta quajmë, dhe ka nevojë të theksuar për rritje të kapaciteteve administrative dhe investimeve në infrastrukturë të lidhur me zbatimin e akis, që ka të bëjë me laboratorët, gjurmëshmërinë e tjerë, jo vetëm në çështjet e sigurisë ushqimore, por po të shohim dhe mjedisi, apo dhe aspektet tjera kanë të njëjtat problematik, apo shumë gjashme. Prandaj ka një, mendoj, emergjencë në adresimin e çështjeve të kapaciteteve administrative. Ky do të jetë objektivi i ardhshëm, i sotshëm në fakt, jo i ardhshëm, nëse do duam vërtet të zbatojmë si duhet legjislacionin evropian. Më duhet të shkoj sërish një ndërprerje publicitare, do kthehemi pas pak minutash, mos u largoni nga ekrani i Ora News. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe të fundit, e po flasim për raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, dhe konkretisht për 4 kapituj që lidhen me konsumatorin apo shëndetin publik. Alma, raporti kapitulli 28 për shëndetin publik nuk ka pasur progres në periudhën raportuese për rezistencën antimikrobiale, mikrobike, mbi duhanin e tjera, dhe nuk ka pasur zhvillime për smundjet ngjitse apo për smundjet të rënda ndërkufitare. Sa shqetësuese janë këto? Sigurisht që këto janë shqetësuese sepse ndikojnë në shëndetin e komplet popullatës së Shqipërisë. Unë kjo është një nga 4 programet më të rëndësishme të Ministrisë së Shëndetësisë, shëndeti publik. Pra është shërbimi parësor, dytësori, terciali është dhe shërbimi publik, që është një politikë shumë e rëndësishme. Sërish të evidentohet e njëjta problematik, që ka të bëjë me jo thjesht mungesën e legjislacionit, por se sa bëhet për zbatimin e legjislacionit në këtë fushë. Ne përpara 2 vjetësh kemi prodhuar një raport për sa i përket investimeve publike dhe ne ka rezultuar që më së shumti në sektorin e shëndetësisë investimet janë bërë në infrastrukturë të ndërtesave dhe jo në pajisje, në aparatura të cilat do të shërbejnë në fakt dhe shërbejnë edhe përsa i përket sidomos për shëndetin publik. Dhe nëse do të ecej paralelisht do të ishte shumë më mirë dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë prioritet në të ardhmen e Ministrisë së Shëndetësisë që të ketë një logjik në investime. Do të thotë investimet nuk janë vetëm godinat, as për ofrimin e shërbimeve, por as përsa i përket shëndetit publik, por duhet të ecim paralelisht edhe me infrastrukturën tjetër që ka të bëjë me pajisjet e domosdoshme për të kryer pikërisht ato procese që janë të rëndësishme përsa i përket edhe përhapjes së mundshmërive, edhe identifikimit të problematikave dhe zgjidhjes së tyre. Po të shkojmë edhe në sektorin e ofrimit të shërbimeve drejt për drejt, ne kemi parë që kemi problematika në mungesën e aparaturave, sidomos edhe në sektor shumë krucial, shumë të ndjeshëm përsa i përket sëmundjeve të rënda dhe të tjera. Ne jemi, le të themi, jemi hije, bëjmë atë rolin e watchdogut gjatë gjithë kohës, duke monitoruar, duke kontrolluar ministrinë, nëse ajo në radhë parë njerë përmbush objektivat që ajo ka vendosur vetes. Dhe vetë raporti e ka identifikuar që Ministria e Shëndetësisë nuk po arrin dot
të përmbushi ato objektiva që i ka vendosur ajo vetës për vitin 2030. Ka një strategji, 2021 strategjia e kombëtare e shëndetësisë, 2021-2030, e cila duhet monitoroj çdo vit nga Ministria e Shëndetësisë. Nuk kemi sot e kësaj dite, vitin 2025 nuk kemi asnjë raport monitorimi. 2025 duhet të rishikohej, të bëjë një raport monitorimi dhe të rishikohej strategjia. Sërish nuk kemi asnjë lloj le të themi reagimi nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që i vetmi raport për këtë strategji është të prodhuar nga Together for Life në vitin 2024 dhe pikërisht evidentohet, unë përsëri do ndalem tek ajo që e përmenda pak më përpara, që vetë synimi i kësaj strategjie është që në vitin 2025 kur ne jemi, shpenzimet e shëndetit publik si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto duhet ishin 4%. Në fakt, me projekt buxhetin që po diskutohet sot në kuvend është 2.9%. Një ndër problematika tjera të evidentuara është kequshqyrja, që thot mbetet kritike, obeziteti tek fëmijët dhe anemia të grashtat zona. Ndërsa, për si një paralelizëm për këtë, do doja të kujtoja raportin e organizatës botërore për ushqim dhe për bujqësi dhe ushqim që është FAO, që thot 5.4% e shqiptarëve janë të nënushqyer. Kequshqyera me nënushqyerjen në gjykimin tim janë gjëra të ndryshme. Kequshqyerjen kur je, ndërsa nënushqyerja është kur s'ke ushqim. Jemi besoj në një situatë jo të mirë. Jemi në një situatë jo të mirë, është në fakt Ministria e Shëndetësisë që përfshin edhe mbrojtjen sociale. Edhe politikat për mbrojtjen sociale dhe adresimin e varfërisë i ka e njëjta ministri. Për fat mirë ose të keq nuk di ta them, megjithatë duke qenë në një ombrell, do të duhet që përsëri kjo pjesë e Ministrisë së Shëndetësisë të kishte një vëmendje më të madhe. Në fakt rezulton edhe për grupet e interesit për grupet vulnerabël që mbulohen nga programet e mbrojtjes sociale, vitet e fundit nuk ka pasur asnjë ndryshim, asnjë përmirësim, asnjë rritje. Pra nëse janë rritur pagat në sektorin publik, nëse ka pasur ndryshime qoftë edhe minimale për rritjen e pensioneve, ose edhe ndryshime të tjera, për sa i përket mbrojtjes sociale, ndryshimi ka qenë zero. Kjo reflektohet sigurisht rritja e çmimeve, situata që ne ndodhemi sot, pa u mbështetur këto grupet vulnerabël, atëherë ato rrezikojnë në varfëri. Duke rrezikuar varfërinë, do të thotë që reflektohet direkt në ushqyerjen e keqe, domethënë në mungesën e le të themi mundësive për të ushqyer dhe për të ushqyer fëmijët. Kjo duhet të jetë një alarm për qeverinë dhe për Ministrinë e Shëndetësisë, që duhet në fakt ta kthejë vëmendjen edhe nga mbrojtja sociale, për së vërtetës. Zonja Neziri, në lidhje me kapitullin 1, po kthehem për një diskutim aty. Në fushën e legjislacionit të produkteve me qasje të re globale, nuk pati zhvillimin e parafrimin me AKIS BE-s. S'pari çfarë janë produktet me qasje të re globale për gjitha dhe që në? Kapitulli 1 ndahet në disa tema. Dhe një është përqasja e re, pastaj është përqasja e vjetër. Përqasja e re ka të bëjë me këto grupet produkteve që ne kemi në treg. Është ajo që i thash pak më parë. Do të thotë që Komisioni ju kërkon institucioneve që të harmonizojnë legjislacionin e përqasjes së re. Do të thotë që sepse ky lloj legjislacioni vendos të gjitha rregullat e sigurisë së produktit, nga prodhimi deri në treg. Dhe për këtë arsye, ai e vë në dukje këtë çështje, sepse grupi më i madh i produkteve ndodhen në këtë tematikën e përqasjes së re të kapitullit 1. Dhe kjo është arsyeja dhe ata do vazhdojnë, mendoj unë, që këtë rekomandim do ta mbajnë deri atë, le të themi për një kohë të gjatë, ka qenë, është dhe mendoj që do të jetë edhe për periudhë të gjatë kohë. Si po shkon puna me projekt ligjin e ri për mbrojtjen e konsumatorit? Le të themi ecën, jemi gati në përfundim, ka qenë një sfidë shumë e madhe, edhe kjo një kërkesë, le të themi, e harmonizimit të legjislacionit të kapitullit 28, po sigurisht duke vënë në një balans, le të themi, harmonizim legjislacioni, po dhe zbatimin e tij, sepse te kapitulli 28, këto janë dy kërkesa të komisionit për të kapitull, do të thotë që ne duhet të harmonizojmë, por në të njëjtën kohë duhet edhe të zbatojmë ligjit dhe ngrejmë institucione të pavarura dhe institucione zbatuese në treg për mbrojtjen e konsumatorit. Mendojmë që jemi gati në fazën finale, kemi mbaruar gjitha konsultimet, e tani jemi në
në miratim në Këshill të Ministrave. Uroj që në 10 orë të miratohet. Një ndërgjetjet e përviçme është nevoja ose konstatimet, rekomandimet, nevoja për fuqizimin e Inspektoratit Shtetëror mbi Ngjyrës së Tregut. Patjetër do ecim. Ne gjithmonë sulmojmë AKU, po ndërkohë ISHMT është me të njëjtën rëndësi. Po, me të njëjtën rëndësi, patjetër, sepse e do vazhdoj të qëndroj, sepse kush e garanton në treg që produktet të cilën ne blem është i sigurt. Produkte jo ushqimore. Produkte gjithmonë jo ushqimore, po flas, padyshim që është Inspektoriati mbi Ngjyrës së Tregut. Dhe nëse ne duam që në treg, dhe ne duhet kuptojmë që nëse do të jemi në një treg të përbashkët evropian, ky institucion padyshim që duhet jetë i fuqizuar me kapacitete, me çdo gjë që nevojitet, që ai të jetë efektiv dhe të ketë performancë të lartë në treg. Zoti Arentas, pak ditë më parë u çel edhe grup kapitulli 5, i cili përfshin dhe kapitullin 12, siguria ushqimore. Sa i vështirë është, dakord u hap ky kapitull, por sa i vështirë është realizimi gjithë detyrave deri në përmbyllje të këtij kapitulli, pra 12, duke ditur gjithë problematikat e mundshme që ka gjithë zinxhiri i fragmentizuar i sigurisë ushqimore në vend. Yeah, I mean, I repeated it more times. Edhe kam thënë disa herë që kapitulli 12 është më i vështiri, grup kapitulli 5 është ai i fundit që hapët, dhe kjo është një arritje shumë e madhe për Shqipërinë, sepse keni hapur të gjithë kapitujt, por e theksoj se nuk do të thotë çdo gjë, pra është më e hap, më e lehtë ta hapësh kapitullin 12 se ta mbyllësh. Gjithmonë kështu ka qenë. Dhe është shumë e vërtetë që kapitulli 11 dhe 12, sepse Shqipëria që të mbyll kapitullin 12 duhet përvojë që gjithë zinxhiri i sigurisë ushqimore dhe veterinar përmbush të gjithë standardet, janë institucionet nga të pavarura dhe të qëndrueshme që kërkon inspektime, sistem të gjurmëshmërisë, laborator të akredituar, survejim të shëndetit kafshëve, kontroll ndërkufitar, kapacitetet për shëndetin e bimëve. Pra është diçka shumë komplekse, por qeveria duhet të përgatisë plan veprimi konkret dhe një lloj udhërrëfyesi se si do të arrijnë këto rezultate të cilat do të mundësojnë mbylljen e kapitullit. Këto piketa nuk janë të lehta për tu arritur, por nuk janë të pamundura. Besoj 2 vjet janë në periudhë shkurtër në gjykimin tuaj. That's absolutely true. Është shumë e vërtetë, prandaj është i nevojshëm që të ketë një planifikim të duhur, sepse ka shumë rezultate konkrete në të dy kapitujt dhe koha është e shkurtër, siç u tha. Dhe edhe nëse jeni merrni ndonjë shtyrë të afateve, afatet që ju japin ju janë deri në ditën e anëtarësimit. Pra nëse negociata mbyllen në 2027, sistemet në kuadrin e këtyre kapitujve do të jenë operacional deri në ditën e anëtarësimit. Pa këto sisteme nuk do të mund të hyjnë në Bashkimin Evropian, pra në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Dhe gjykoj Gledis që gjithë të hapa ndoshta po i ngadalson pak për momentin reforma që po kryhet në inspektorate. Kemi miratuar në fund të 2024-s ligjin për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe sipas këtij ligji pastaj ka një reformim të tërë inspektoratësh. Për shembull ata që lidhen me po them mbrojtjen e konsumatorit në raport me kapitullin 12 janë 3 inspektorate që do bashkohen në një, po ashtu të tjera për sektor të tjerë. Po kjo i ka vënë disi edhe në një farë pritje të pafundme institucionet, inspektorët, strukturat dhe ndoshta e ngadalson disi procesin
sepse janë gjithë në ajër, pezull, se çfarë do ndodh me ta. Mendoj se është e nevojshme pa diskutim. Është shumë e rëndësishme. Për faktin që janë shumë inspektoriate që funksionojnë me dhe mentaliteti është ndryshe, si sigurisht baza ligjore është ndryshe, mënyra se si funksionojnë. Dhe nëse do të kalojmë në një sistem europian pra të inspektimeve, duke ndryshuar dhe konceptin dhe mentalitetin e mënyrës inspektimit, pra që bazuar në riskun gjithmonë, të ndihmoj operatorët nëpërmjet këshillimit, mbështetjes dhe të shkojë tek gjoba si masë e fundit, ndërkohë që siç e dim, pjesa më e madhe e inspektoriateve kanë një keq kuptim sepse mendojnë sikur gjoba është instrumenti tyre i vetëm për të zbatuar ligjin. Kjo nuk është e lehtë të bëhet, por mendoj që një reformë, siç po ndodh, do të lehtësoj hapat në vazhdim, pavarësisht se ngadalson procesin, pra siç mund të heqim një analogji me reformën drejtësi, e dim të gjithë që është pozitive, por krijon vonesa në dhënien e drejtësisë. E njëjta analogji mund të përdoret edhe me inspektoriatet, që pjesa e reformës do të vonoj impaktin e menjëhershëm, por do të ndikojë tek cilësia në vitet e mëpastajshëm. Por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ketë vëmendjen e duhur. Forcimi i kapaciteteve është e rëndësishme, po e ritheksoj edhe një herë, pavarësisht strukturës, pavarësisht reformës që ndodh, pjesa e forcimit kapacitetit duhet vazhdoj. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pushtetin qendror, por dhe pushteti vendor ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Pjesa më e madhe e kontrolleve inspektive bëhen në nivel lokal, sepse janë më afër terrenit, është e logjikshme. Dhe kërkon shumë vëmendje forcimi kapaciteteve të tyre. E di mirë që niveli i mbështetjes financiare të bashkive të ndryshme varet nga shumë faktorë dhe shpesh nuk mjafton ato burime që ato kanë për të ndikuar tek trupat e tyre inspektuese, prandaj mendoj që duhet një mekanizëm i përbashkët, sidomos në këtë fazë të procesit të antarësimit, për të mbështetur me trajnime, forcim kapacitetesh dhe pushtetin vendor, nëpërmjet një organizimi më qendror, do të thosha, më të koordinuar dhe të financuar nga qeveria qendrore, sepse është e pamundur nëse do t'i japim dorë të lirë, po themi, secilës bashki që të bëj planin e saj të trajnimeve, nëse i ka mundësit financiare gjithmonë, efektet do ishin shumë të vona, po themi, në krahasim me nevojat që ka procesi dhe sigurisht edhe tregu dhe konsumatori shqiptar. Do doja disa rekomandime nga ju, Almash, për Ministrinë e Shëndetësisë në këtë rast. Rritja e transparencës dhe llogaridhënies është kryesorja në fakt. Kjo është baza për të avancuar edhe me rekomandimet e vetë raportit të Bashkimit Evropian, raport progresit, por edhe me rekomandimet që ndër vite ne kemi lënë për Ministrinë e Shëndetësisë. Dua të theksoj që ka pasur një qasje pak më pozitive në së fundi me ministren e re. Ne shpresojmë shumë që ky institucion të jetë i hapur për të gjitha palët, të komunikojmë. Pra, është në Bashkimin Evropian do të hyjë Shqipëria, nuk do hyjë qeveria, as Ministria e Shëndetësisë. Dhe prandaj është e rëndësishme që në të gjithë këtë proces në të cilin ne ndodhemi, jemi të interesuar të gjithë dhe mund të japim të gjithë kontributin ton për të avancuar sa më shpejt. Kështu që nëse bëhet dalje një nga aktorët, kjo nuk është në të mirë të gjithë procesit. Ne jemi të gatshëm, do të thosha që falenderojmë në fakt edhe Bashkimin Evropian sepse vazhdon të mbështesi fuqizimin e shoqërisë civile në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian, Space, që ishte
i fokusuar tek ngritja e kapaciteteve mbështetja e shoqërisë civile për transparencë dhe llogaridhënie. Ne kemi arritur të bëjmë 2 raporte shumë të rëndësishme monitorimi, një që ishte strategjia kombëtare për shëndetësinë dhe strategjia kombëtare për arsimin. 2 nga strategjitë më të rëndësishme, të cilat le të themi kemi lënë dhe rekomandime konkrete. Ministria i ka rekomandimet aty, ne ja përsërisim gjithmonë. Ulja, le të themi, rishikimi edhe i procedurave për sa i përket tenderimeve dhe PPP-ve, që është shumë e rëndësishme, pra arritja e buxhetit, por edhe një buxhet i menaxhuar në mënyrë sa më të mirë, ndërkohë edhe parafrimi i legjislacionit, por me synimin zbatimi i tij, pra jo thjesht ta miratojmë për ta miratuar për të ecur përpara, por tjetë paralelisht tjetë edhe zbatimi i tij, do të ishte sugjerimi për ministrinë që ne e kemi bërë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Do të diçka përshtuar ti në raport me gjetjet? Jo, ne thjesht njerëzit që punojnë në administratë publike, shumë e rëndësishme që ta lexojnë drejt dhe si duhet të gjitha rekomandimet e komisionit dhe më pas ato të kthehen në veprime dhe në masat e nevojshme për të përmbushur të gjitha detyrimet. Zotë Arendas, diçka rekomandime për institucionet tona nëse keni, ndoshta jashtë këtyre të progres raportit? Rekomandimi im kryesor për institucionet është të ndërtojnë politika më të forta për të mbajtur personelin, se që të punosh me agendën e BE-s, është e nevojshme që të kesh njerëzit që kanë zhvilluar veten me agendën e BE-s dhe që kanë qenë gjithmonë që janë në dieni të problematikave, të mundësive, dhe të mos arrijmë në situatën ku këta njerëz të trajnuar të largohen nga administrata publike, sepse në afatgjat kjo vërtet dëmton administratën publike dhe procesin e harmonizimit, pra godet fort procesin e harmonizimit. 20 sekonda me Mik Gledis. Do rikthesha tek pjesa e platformës, e pjesës këshillimit, si rekomandim është shumë i rëndësishëm dhe jo si një favor për grupet e interesit, por do të thosha është e rëndësishme për të ndihmuar administratën shtetërore në realizimin e objektivave që ato kanë, një mbështetje e ardhur si me rekomandime, por dhe në opinion publik nga grupet e interesit, nga vetë konsumatorët, nga akademia, nga shoqëria civile, do e bëjnë më të lehtë punën e tyre dhe më të shpejtë dhe më cilësor procesin e negociatave antarësimit në Bashkimin Evropian. Zotë Arendas, faleminderit që ishit në Alert. Thank you. For being in Alert. Faleminderit Gledis, faleminderit Alma, faleminderit Klodi. Faleminderit ju. Për te gjitha atyre që u thanë, në rolin e moderatorit tani kam vetëm një urim për konsumator sa më të mbrojtur, sa më të ndërgjegjësuar dhe të edukuar, e po ashtu për çdo operator biznesi dhe çdo institucion të punoj në favor vetëm të konsumatorëve, të ofroj produkte dhe shërbime që janë bazuar në legjislacion duke ofruar siguri të plotë dhe mbrojtje për konsumatorët. Ky është fundi i Alert për ditën e sotme, bashkë do të shihemi të premte në ardhshme në orën 21. Mos harroni, ritransmetimi të shtunën në orën 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.